Një shtetas turk na ka kontaktuar duke dashur të bëjë një intervistë me ne për të treguar historinë e tij, që në fakt rezultoi një mashtrim nga kompania A2, një kompani kosovare që merrej me ndërtimin dhe do merrej me projektin e ndërtimit të aeroportit të Vlorës. Zotëria quhet İlker Yalçingil, ai është turk dhe me një shije shumë të hidhur nga Shqipëria, ai u largua duke mos u paguar, ai rezulton se është mashtruar në fakt, ju është ofruar një kontratë pune dhe nuk rezultoi e tillë, ai përfundoi duke punuar ilegalisht në Shqipëri dhe këtë e bëri për 2 muaj. Dhe në fund nuk mori asnjë pagesë. Për më tepër, ai është në një lidhje të drejtë për drejtë dhe do ta tregoj më në detaje se çfarë ka ndodhur, se si u gjenda ai në vendin tonë. Merhaba. Përshëndetje zoti Ilker. Merhaba. Pse erdhët në Shqipëri dhe kush ju ofroi punë? Unë në 7 dhjetor të vitit 2024 kam filluar punë si operator në ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Më kontaktuan nga kompania kosovare 2A. Më ofruan kontratë të rregullt pune, vizë pune, fundjavat pushim, kundrejt pagesës së kënaqshme prej 2.850 eurosh. Por e vërteta është se unë qëndrova 2 muaj ilegalisht në Shqipëri si turist, asnjë kontratë rregullt, as vizë pune, as para, as ditë pushimi. Kushtet të këqija pune, madje një punëtor vdiq për shkak të një aksidenti në punë. Ai ishte një operator rrotullues, i cili u shtyp për vdekje teksa qëndronte mes kamionit dhe makinës. Ai ishte një shtetas shqiptar dhe me sa di unë, ngjarja u mbajt e fshet. I gjendur përballë kësaj situate që nuk e kisha menduar, u detyrova të lija punën. Punoja nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 2 pas mesnate. Isha një punëtor ilegal dhe më dhanë vetëm një letër njoftim. Prandaj vendosa të largohem. Ishte data 5 shkurt 2025, por nuk më dhanë parat, rrogën dhe punën jashtë orarit. Ata më bën të punoja gjithashtu shumë orë dhe shpesh deri në 12 orë në ditë, madje ndodhte që punoja deri në 18 orë. Pasi u largova jam përpjekur të kontaktoj shefin, menaxherin e projektit, por ata nuk më përgjigjen në telefon. Më thanë se kishte një menaxher tjetër me emrin Verim. Por ata thanë gjithashtu se do të kujdeseshin për këtë çështje dhe nuk do të më jepnin paratë e mia. Unë isha viktime një mashtrimi, jam penduar për orët që kam punuar. Kam 2 vajza dhe më duhej të siguroja para për t'i dërguar ato në universitet. Kjo ishte arsyeja pse erdha në Shqipëri. Kam kontaktuar Drejtorinë e Sigurisë së Kosovës, Drejtorinë e Sigurisë Shqiptare. Kam dërguar mesazhe në Gmail dhe Messenger, por ata nuk kanë treguar interes. Kam përdorur gjithashtu kanale diplomatike përmes ambasadës shqiptare dhe asaj turke në Tiranë, në Shqipëri, por askush nuk më ka zgjidhur problemin. Ata më pyetën nëse kisha një dokument zyrtar, por unë nuk kisha asnjë dokument, pasi isha i punësuar ilegalisht. Pasi askush nuk më ndihmoi, në fund ju kontaktova juve. Faleminderit që më ndihmuat përmes programit tuaj për ta bërë publike këtë histori. Benden resmi belgem olup olmadığını sordular. Ben de resmi belgem olmadığını, zaten kaçak çalıştırıldığım için işi bırakmak zorunda kaldığımı ilettim. Fakat kimse yardım etmedi. En son size telefon açtım. Bana yardım ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Programınızı aldığınız için. Përse zgjodhët ta bënit publik këtë rast? Sepse aty ka edhe persona të tjerë që punojnë ilegalisht. Në kohën që isha unë, ishin edhe 5 punëtor të tjerë nga Arabia, ilegal. Fakti që punojnë ilegalisht do të thotë që edhe nëse aksidentohen në punë, askush nuk e mbron ata. I gjithë ky proces është në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare dhe duke qenë se po ndërtohet një aeroport i madh, është ndaluar që të punësosh në mënyrë të palishme. Ata nuk më dhanë as paratë e mia dhe nuk u kujdesen për masat e sigurisë në punë, që duhet të ishin raportuar te kompania A2. Shteti duhet të hetojë këtë çështje dhe të ndërmarrë masat të nevojshme, sepse mund të ketë persona të tjerë që mund të mashtrohen, siç u mashtrova unë. Ben çok teşekkür ederim. Faleminderit. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.